Shtëpit shkolla linden u kushtohen nga terrori I pushtetit serbis. Aty qysh në vitin 1989 për të 90 me suspendimin e organeve të Kosovës, të kuvendit edhe të qeverisë, vendosi gjendjen e jashtëzakonshme të pafatizuar. Pushtetin kryesisht e mori policia dhe ushtria, u shkarkun të gjitha organet e Kosovës dhe në të gjitha organet e Kosovës dhe në komuna u vendosen masat e dhunshme. Erdhen persona prej Serbisë, po edhe serb lokal, të cilët filluan me ndërtue një pushtet këtu, me dhunë policore, në harmoni me kushtetutën e Serbisë, kurse ndaj shqiptarëve të cilët do të bashkëpunonin edhe do të punonin me ta, I detyronin ta nënshkruajnë se Serbinë e pranojnë si shtet dhe do të punojnë me sipas kushtetutës dhe ligjeve të Serbisë. Në 90-in u nxorri Serbia nxorri edhe ligjet në janar të 90-s për të gjitha shkollat e arsimit prej parafilluarve e deri në universitet. Me këte, ato ligje kanë qenë diskriminuese dhe parashihej asimilimi afatgjat I popullit shqiptar. Dhe të vike deri te ajo se shqiptar duhet të mësojnë serbisht, kulturohen serbisht për atë arsye se jetojnë në një shtet I cili dominon kombi serb. Ne veç prej kombi të kësujnë edhe në komësi, po edhe në përjashtuar edhe nga ligji dhe nga kushtetuta e nga ligji dhe në përjashtuar për I punëve të gjithë. Shkollat në nëdhëheqjen e personave të cilët kanë punu në organe shtetërore, edhe në institucione, si në sekretariat të arsimit, si në Enti Pedagogjik Kosovës, po edhe në organet komunale, që shumica ishin përjashtuar prej pune, orientuar dhe konsultoheshin me ata persona dhe në këtë rast, në bazë të udhëzimeve që janë dhënë, të gjitha shkollat kolektivet shkollore u deklaruan se nuk do të punojnë me ligjet të Serbisë, nuk do të punojnë me plan programet të Serbisë dhe nuk do të punojnë me tekste mësimore të Serbisë. Kështu që në këtë kohë edhe dokumentacioni shkollor, viti shkollor në 90-91 veç shkoj tepër pështjellët, u vendosen masat e dhunshme në shumicën e shkollave, u të shkarkun drejtor shqiptarë, zavend drejtore, sekretarët, pedagogët, të gjithë përveç organeve që ishin heq, e nga 1 janari 91-shës, përkatësisht 1 prilli u ndërprej dhe financimi. Atëherë fillun edhe me I përjashtuar nga objektet shkollore. Para të shkolla që I kanë përjashtuar nga objektet shkollore janë 2 shkollat Podujevës, e Obiliqit, shkolla mesme e Lipjanit edhe një shkollë fillore në Vitomiric të Pejës. Atëherë, vitin shkollor 91-92 nuk e lejuan me filluar pa nënshkruar mësimdhënësit të gjithë se pranojnë Serbinë si shtet dhe do të punojnë me plan programet Serbisë e dokumentacion. As kishmi dokumentacion as kur gjë dhe nuk pranon. Organizuam demonstrata, fati se qeveria Kosovës edhe kuvendi e pronën deklaratën kushtetuese. Edhe kushtetutën e Kaçanikut me shtator na kriju një bazë juridike për me rezistue. Edhe me shfarë se s'kishmi, ne punojmë deri atëherë në bazë kushtetutës 74-ës, se kishmi pas autonominë e rregullimit të arsimit. E atëherë me krijimin e kësaj baze juridike, edhe rezistenca ishte edhe juridikisht e orientume para shkollave këtë organizojnë protesta. Protestat kryesisht I ka organizuar Lidhja Arsimtare Shqiptare. Lashin iniciativa ka qenë prej këshilltarëve pedagogjik të Entit Pedagogjik të Kosovës, po edhe të tjerëve, inspektorëve të tjerëve të cilët kanë punuar në organe shtetërore dhe formuan një këshill iniciativë të ju formuar edhe Lidhja Arsimtare Shqiptare. Meqense se ministri ishte Begzels, kishte koshë udhëheq arsimin se duhet të kishte një udhëheqje, faktikisht udhëheqjen e arsimit në Kosovë e mor Kryesia e Lidhjes Arsimtare Shqiptare, por duke funksionalizuar punën e të gjitha organeve.
tentit pedagogjik, plotësisë të arsimit, po edhe të organeve komunale. Atëherë që do të thotë edhe shkollat nuk mbeten pa krye. Në këtë kohë, përveç asaj se vitin shkollor 91-92 nuk kena pas dokumentacion shkollor heq, atëherë fillum me i mvajt orë, mësim orë më shënuën në fletore A4. Se mos se pranesh një ata. I ka plot të shpia. Edhe atë, edhe përveç asaj, në këtë kohë, shkollave jam rumenda, të cilët kanë pas ideologjisë komuniste, po ashtu edhe servis, edhe i nëzërëm edhe dokumentacionin shkollor, se e kena përdor deri në vitin shkollor 90-91 kena përdor dokumentacionin shkollor të nxjerrën bazë kushtetutës 74, krahinë socialiste autonome të Kosovës. Atëherë i nëzërëm dokumentacionin shkollor me preambull të Republikës të Kosovës, po përveç asaj, në këtë kohë, enti pedagogjik i Kosovës e hartoj se dhe me vitin shkollor 91-92 kena fillu me 20 janar, zyrtarisht. Ka fillu dikun ma heret për aty. Enti pedagogjik i Kosovës e ka pas përpilue planin dhe programin për punë shtëpi shkolla. Qaj plan program për shtëpi shkolla ka dalë në diskutim publik të gjitha kolektivet shkollore, në partit politike të gjitha, dhe kur janë marrë edhe vrejtet e tyne, është miratue nga kërësia e jashtë në aty, me thonë vërtetë bashkëpunimi ka qenë me shumë i mirë me shkolla. Po ashtu edhe me parti politike që se vetë me arsimi që ka funksionu në mënyrë institucionale e veprim të në bazë kushtetutës se janë mundu edhe veprim të arrit tjera, apo së ne kanë gjetë vetë. Dhe është miratu që ai program plotësia arsimit e ka miratu. Po edhe plani dhe programi mësimor dhe dashme ndryshu. Po viti shkollor se janë këta kolegët e mi, këta i kanë udhëheq mbledhjet e mund të bëhet nga ndonjëherë ma kanë të rejtë vrejtje në së djallëmora që të në dole aparatynë aty. Qashtu, edhe kështu që atë viti shkollor u pregadit detajisht qysh me fillue me 20 janar. U gjetën shtëpit shkolla. Në përmes kolektiveve shkollore, në zonëzë, na kanë ndihmu dhe parti politike, na kanë ndihmu edhe ata, edhe u gjetën edhe aty e fillu në vitin shkollor me 20 janar. Po është shumë e rëndësishme kolektivisht me i ri shiqu dhe ri mendu dhe ri hulumtu të 90-at. Mendoj që është obligim i joni, po është edhe mënyrë me të cilën kemi ma shumë dije për vetë vetën. 90-at janë vite jashtëzakonisht dinamike, janë vite me ndryshime të mëdha strukturore, janë vite të cilat sjellin ndryshime shumë dramatike. Nuk mendoj që kemi pas apo ka shembuj tillë si që kanë qenë vitet e 90-ta. Po, gjendja e shqiptarëve në Jugosllavi nuk ka qenë asnjëherë e mirë, me kushtetutën e 74-tës shqiptarët kanë pas më shumë drejta në vetë qeverisjen e organeve lokale. Mirë por me ardhen e Miloševićit në pushtet, në 89-ën, një ndër synimet kryesore, dhe më thonë, sytë të universiteti, sytë të arsimi shqip, kanë qenë për herë nëse i shini edhe shkrimet që në shkru, botimet që në shkru në Sërbi, prej Akademisë së Shkencave, shini që është një preokupim i veçantë me sistemin arsimor, sepse sistemi arsimor, hapja Universitetit Prishtinës, ka kriju shtresën e mesme në Kosovë, ka kriju elitën intelektuale, dhe ka kriju pastaj edhe qatë artikulimin ton politik për drejta më të mëdha brenda Jugosllavisë. Për këtë arsye konsideroj që universiteti dhe sulmi drejt për drejt në arsim ka qenë jashtëzakonisht shumë i qëllimshëm